Ministria e Arsimit dhe Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë kanë shpallur mbështetjen financiare për 444 studentë ekselent dhe ata që ndjekin programe prioritare kombëtare për vitin akademik 2025-2026. Skema parashikon përjashtim nga tarifat e studimit dhe një mbështetje mujore në nivelin e pagës minimale, 50.000 lekë për secilin student. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro e cilësoi këtë vit si momentin kulmor të politikës së bursave. Qeveria shqiptare ofron për studentët kredi studentore. Pak e din, pak e përdorin, mendoj që kemi ende pak aplikime, janë shtuar, kemi një rritje nga viti i kaluar, por është një mundësi shumë e mirë për student të tjerë, të cilët nuk marrin asnjë mbështetje, po ka nevojë për një ndihmë tjetër, sepse shteti mbulon 5% të interesit të kredisë dhe ngelet vetëm 1% për të paguar si interes kredie për studentët. Është një mundësi shumë e mirë. Unë besoj që AKFAL-i, pra Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, por edhe universitetet, profesor, edhe qeveria do duhet ta promovojë më shumë këtë mundësi, sepse është vërtet një ndihmë shumë e madhe për familjet të cilat investojnë në studimet e larta të fëmijëve të tyre. Sigurisht nuk ra nga qielli, nuk ka qenë gjithmonë, e kemi vënë të gjithën këtë në vit që nga viti 2022, po më vjen mirë të them që për vitin akademik 2025-2026 janë 424 studentë që përfitojnë nga kjo skem financimi. Janë lidhur ndërkohë dhe kontratat në pjesën më të madhe me agjencinë, por bashkë besoj do kemi mundësinë edhe disa kontrata në mënyrë simbolike të ndajmë bashkë me profesorin, dhe që ta kuptojmë pse 424 është një numër i rëndësishëm dhe unë e vënë në dukje, është sepse në vitin akademik 2022-2023 kishim vetëm 160 student të cilët përfituan nga kjo skem mbështetje. Kemi pra rritjet mbështetjes, po edhe rritjet cilësisë, edhe rritjet të numrit të guximtarëve që më pëlqen t'i quaj. Nga këta 424 që kemi si vjet, 166 janë student të ekselencës, plotësisht e merituar, dhe 278 janë student që kanë zgjedhur të ndjekin studimet në degët prioritare. Buxheti i Ministrisë së Arsimit për arsimin e lartë për vitin 2026 arrin në 185 milion euro, shifra më e lartë nominale deri më sot. Përmes këtij fondi mbulohen bursat për 12.000 studentë nga shtresat sociale në nevojë, përjashtimi ose reduktimi i tarifave për 41.000 studentë të universiteteve publike, si dhe skema e kreditimit studentor ku qeveria mbulon deri në 5% të normës së interesit të kredisë.